Prokuroria e Korçës ka nisur një hetim penal ndaj 2 punonjësve të degës postare Bilish të dyshuara për vjedhje duke e shpërdoruar detyrën. Sipas hetimeve paraprake, përgjegjësia e zyrës postare Vishocic dhe arkëtarja e degës postare Bilish dyshohen se kanë përvecuar rreth 22 milion lekë të vjetra, kryesisht nga fondet e destinuara për pagesën e pensioneve, veçanërisht për pensionistë që jetojnë jashtë vendit. Hetimi ka nisur pas një kontrolli të brendshëm administrativ, ku konstatuan mospërputhje serioze financiare mes gjendjes faktike të arkës, dokumentacionit justifikues dhe të dhënave të pasqyruara në sistemin elektronik financiar. Sipas prokurorisë, gjatë periudhës tetor 2025, janar 2026, dyshohet se janë kryer veprime të kundërligjshme përmes manipulimit të mandateve të pagesës, ndërhyrjeve në sistemin financiar dhe administrimit të parregullt të dokumentacionit kontabël. Materiali hetimor ka evidentuar pasqyrim të rremta të dhënave financiare, firmosje mandatesh jashtë ambienteve të postës, mandate pa shuma të përcaktuara, mospërputhje mes shumave reale dhe atyre të deklaruara, si dhe mosmbajtje të rregullt të librit të arkës, deri edhe në grisje të faqeve të tij. Në kuadër të hetimit janë kryer sekuestrime të dokumentacionit financiar dhe pajisjeve elektronike, kontrolle banesash, këshyrje të sistemeve informatike dhe janë marrë deklarime nga persona të përfshirë dhe persona që kanë ndjenin për rastin. Fillimisht ndaj 2 shtetaseve u caktua masa e sigurimit personal në mungesë, ndërsa më pas gjykata vendosi masën arrest në shtëpi për të dyja. Ato akuzohen për veprën penale, vjedhje e kryer duke shpërdoruar detyrën, e kryer në bashkëpunim. Prokuroria bën me dije se hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të mekanizmit të përvecimit, përcaktimin e përgjegjësive individuale dhe dokumentimin përfundimtar të dëmit ekonomik. Ndërkohë theksohet se të procedurat gëzojnë prezumimin e pafajësisë deri në një vendim përfundimtar të gjykatës.